bujqësore më të shtrejta ne i importojmë nga vendet fqinje, qoftë Macedonia, Greqia, apo dhe Turqia, që është pak më larg, por dhe stimulohet në mënyrë të gabuar vazhdimisht që bujqit mbjellin kultura bujqësore të lira dhe që zënë shumë hapësirë. Ky është gabim fundamental që është përsëritur në vazhdimsi. Serbia në momentin kur bëhet këtu korrjet shirjet e grurit e të misrit lëshon çmimin në 16 cent dhe fermeri ynë realisht përfundon duke bërë minimum fitim ose zero fitim për kulturat bujqësore masive që konsiderohen, dhe për ne është e rëndësishme që tregu i Shqipërisë me 13-14 milion turist të shërbehet nga produkte të cilat janë me vlerë të shtuar në sipërfaqe tokave të limituara që kemi ne të vogla si Kosovë, dhe që mandej kjo realisht e bën llogarinë për të bërë për fermerët jashtëzakonisht shumë më atraktive që mbjellën kultura bujqësore. Ne për shembull gjitha sallatat e gjelbërta në kohën e më të shtrejt i marrim nga Greqia dhe nuk kemi përkrahje për fermerët që do të bënin mbjelljen e këtyre kultura bujqësore këtu, ose dreza vjen me shumë vonesë, ta zëm rukolla vjen me shumë vonesë, ose fare shumë pak prodhohet, këpurdha një sasi e vogël prodhohet këtu, po vjen me çmime të larta, ndërsa ne kemi orientuar gjithë fermerët tonë që të fokusohen tek kulturat bujqësore, siç e thash, masive, e të cilat nuk kanë produktivitet edhe çmim përfitues për ta. Natyrisht që është IT-a dhe inteligjenca artificiale si një nga tregjet e reja që realisht duhet stimulohen e të përkrahen ai sektor, i cili ka edhe zbatim këtu te ne, normalisht na nevojitet ekspertizë, sidomos në inteligjencën artificiale, sepse po kalon në një fazë të tillë dhe shteti ynë ka nevojë për kapacitete, sektori privat ka, por edhe që kjo të jetë realisht sektori që mund të përfitojë edhe nga tregu europian dhe tregu botëror, e kemi raste të tilla. Natyrisht që kjo mund të bëhet duke lehtësuar gjithashtu, ne e përmenda edhe një herë tjetër, fondi investiv bashkë me diasporën, që kapitali tyre të vijet investohet në sektor profitabil, qoftë në këtë partneritetin publiko-privat, ku diaspora mund të bëhet bashkë pjesëmarrës, apo idetë e tyre dhe bizneset që i kanë tani më të hapura atje ku jetojnë, që të hapin këtu me lehtësi, ndërsa shteti t'ju ofrojë infrastrukturën bazike, rrugën, ndërtesat, parkun industrial, qasin energji elektrike e tjera, po që realisht ja bëj sa më të lehtë mundshëm edhe të heq gjitha barrierat administrative që këto biznese të fillojnë të hyjnë në tregun e Kosovës. Investimet